Përshëndetje, shikues të nderuar, jeni me edicionin kulturor të magazinës Art Kultur në RTK. Në magazinën Art Kultur do të ndalemi të shënimi i 59 vjetorit të themelimit të Institutit të Historisë Ali Hadri, i cili sjell para publikut një pasuri të re studimore duke promovuar 24 botime që pasqyrojnë zhvillimet më të fundit në fushën e historiografisë shqiptare. Ky aktivitet përfshin punime që mbulojnë periudhën prill 2025, prill 2026, duke dëshmuar angazhimin e vazhdueshëm për hulumtim dhe ruajtjen e kujtesës historike. Promovimi pritet të mbledh studiues akademik dhe dashamirës të historisë, duke kthyer këtë ngjarje në një pikë takim të rëndësishëm të dijes dhe kulturës. Për të kuptuar më shumë rreth rëndësisë së këtyre botimeve punës kërkimore që qëndron pas tyre dhe rolin që ka instituti në zhvillimin e historiografisë kosovare, do të bisedojmë me zonjën Teuta Shala Peli, drejtoreshe e Institutit të Historisë Ali Hadri, e cila do të na tregojë edhe për projektet dhe planet e ardhshme të institucionit. Përshëndetje, zonja Teut. Përshëndetje. Mirë se erdhët në Art Kultur. Faleminderit për ftesën. Atëherë, cila është rëndësia e këtyre 24 botimeve që do t'i promovoni të mërkurën? Ashtu si që njoftuat edhe ju në fillim të programit, Instituti Historisë Ali Hadri këtë vit shënon 59 vjetorin e themelimit. Në kuadër të këtij përvjetori, Instituti ka parapar promovimin e 24 botimeve shkencore, të cilat përfshin periudhën kohore prill 2025, prill 2026. Do të thonë, ky thjesht nuk është një promovim, po ky promovim përmbledh punën një vjeçare të studiuesve të Institutit të Historisë dhe të bashkëpunëtorëve të jashtëm. Kryesisht botimet janë botime të studiuesve, cilë kanë mbërri me sukses të realizojnë planet, projektet e tyre, po ashtu nuk mungojnë edhe botimet e bashkëpunëtorëve të jashtëm. Më lejoni që të përmendi që në mesin e këtyre 24 botimeve apo publikime cilat do t'i promovojmë të mërkurën me 15 prill, 10 prej tyre janë përmbledhje me dokumente, 8 janë monografi, është revista Kosova, pastaj kemi edhe 3 përmbledhje me punime nga konferencat shkencore, cilat instituti ka organizu gjatë vitit 2025, po ashtu është edhe historia e Kosovës, vëllimi i parë i cili do të jetë pjesë e librave cilat do të promovohen. Tani, çfarë tematike kanë këto brenda, kryesisht për historinë e Kosovës, apo ka edhe tema të tjera? Instituti i Historisë në fushëveprimin e vet nuk fokusohet vetëm në historinë e Kosovës, mirë po studimet, publikimet, konferencët, dhe më thonë komplet puna kërkimore shkencore që zhvillohet në Institutin e Historisë Ali Hadri, përfshin historinë kombëtare. Prandaj edhe natyra e këtyre botimeve e përmbledh, dhe më thonë, tema, ngjarje, personalitete, me interes nga historia jonë kombëtare. Periudha është nga antika deri te shpallja e pavarësisë, pra kemi deri te viti 2008. Do të thënë deri tek shpallja e pavarësisë. A ka ndonjë botim që do ta veçonit për ka ndikimi apo rëndësia e tij, jo që do ta veçonit krahas botimeve të tjera, por se flet për një periudhë që ndoshta është më e rëndësishme se sa periudat të tjera? Po secili botim e ka atë rëndësinë e vet, duke filluar nga libri për që ka në fokus historinë e antikës, i cili është pjesë e këtij promovimi. Po ashtu kemi fatin që t'i kemi edhe 3 botime të tjera, cilat janë nga fusha e mesjetës, po ashtu janë botime nga rilindja, nga historia bashkëkohore, pra instituti ka mbërritur që këtë vit mesin e 24 botimeve t'i ketë për secilit departament, të cilë veprojnë në kuadër të Institutit të Historisë, për secilit departament të kemi publikime. Me interes është edhe historia Kosovë, pjesa pare cila ka dalë gjatë vitit 2025, po ashtu me interes janë edhe 3 përmbledhjet nga konferencat shkencore, njëra prej cilave është konferenca e cila ishte kushtuar kontributit të diasporës, e cila përfshin kontributin e diasporës 12, pranimin që në 12 dhe në vitin 2008 dhe të shpallja e
pavarësisë. Është pra një botim I cili përfshin një gamë të gjerë të ngjarjeve, të personaliteteve, figura të rëndësishme të diasporës, cilë kanë kontribu për çështjen e Kosovës, sidomos në fokus ose një rëndësi të veçantë kanë pas edhe temat të cilat kanë për trajtim vitet 90-ta, sidomos luftën e fundit në Kosovë. Pra secili botim me rëndësi janë edhe përmbledhet me dokumente, cilat studius me shumë përkushtimi kanë hulumtuar nëpër arkiva jashtë vendit, kanë dritë të përpunojnë, të pasurojnë. Çka përfshin ato dokumente për shembull? Po për dokumentet janë të periudhave të ndryshme deri te lufta, edhe ato janë dokumente deri te lufta e fundit në Kosovë. Pra është një përfshirje e cila e dëshmon përkushtimin e Institutit Historisë, rëndësinë që instituti jep edhe fushës kërkimore, se pa kërkime në arkiva, në biblioteka, natyrisht se nuk do të kishim edhe rezultatin cilin unë e kisha quajt një numër ose si më thonë numri 24 botimet e kisha quajt si një sukses të institutit. Deri pra në këto momente kur po bisedojmë, instituti ka mi realizu 24 botime. Deri në fund vitit kemi botime cilat janë në proces dhe në procedurë dhe besoj që ky numër do të rritet dhe do të jetë edhe më I madh, çka dëshmon për punën, për kushtimin, seriozitetin e studiuesve, po edhe të institutit I cili ka mbri që më kriju kushte dhe më dhon hapësirë studiuesve të mbrëmshëm, po edhe bashkëpunëtorëve që më mbrimi publiku ose më mirë më thonë mi prezantu rezultatet e projekteve të tyre. Po. Zonja Teut, sa dhe si ka evoluar puna kërkimore e institutit gjatë viteve, sidomos këtyre të fundit? Instituti, sidomos viteve të fundit, po ndalna sidomos të 3 vitet e fundit, kam bri që me pasuru shumë anën, dhe me thonë, veprimtarin botuse. Fokus kryesor ka qenë botimet, vetëm më lejonit përmandi që brenda 3 vite, thonë 3 vitet e fundit, instituti ka mbrimi publiku 58 botime, pa përfshi 4 numra të revistës Kosova. Revista Kosova del, dhe me thonë që këtë vete kemi publiku numrin e 50, I cili do të promovohet, është një numër jubilar, dhe me thonë kemi mbri që me mbajt atë ritmin e botimit çdo vit të revistës Kosova, po ashtu kemi mbri që mi publiku edhe 58 botime tjera, çka mendoj që është një punë dhe një përkushtim, një punë shumë serioze në fushën kërkimore, e cila rezultat cilës I kemi edhe veprimtarin botuse kaq të pasuruar. Në këtë kontekst, cili është ndikimi I bashkëpunimit me institucionet e tjera në cilësinë e botimeve të Institutit të Historisë? Instituti bashkëpunon shumë me institucione tjera si brenda ashtu edhe jashtë vendit. Kjo ka ndiku edhe në rritjen e cilësisë qoftë në aktivitetet shkencore, qoftë në veprimtarin botuse. Pse them veprimtarin botuse? Sepse në pjesë e botimeve janë edhe pjesë e botimeve të institutit, janë edhe botimet e studiuesve të jashtëm, mirë po studiues të jashtëm përveç se kanë botu me institutin, me logon e institutit, kanë dhënë kontribut duke qenë edhe recenzent të botimeve të institutit, duke vlerësu pozitivisht punën tonë, duke dhënë mbrojtje dhe sugjerime publikime tona kanë bri që të jenë më cilësore dhe që të jenë më të kapshme qoftë për studiusin, po edhe për lexuesin, për gjithë ata cilët janë të interesuar që të njihen më përse afër me historinë e popullit tonë, më thonë me historinë kombëtare. Po. E tash, Zonja Teut, du me bërë edhe një pyetje. Sipas te, cilat janë sfidat kryesore me cilat përballen studiuesit sot, por dhe Instituti I Historisë, për të ardhur deri tek botimi I veprave, I konferencave, I dokumenteve, gjitha këtyre gjërave? Sfida vetme, sfida kryesore për institutin mbetet objekti. Instituti nuk qëndron mirë me objekt, nuk kemi hapësirat të mjaftueshme, po përkundër këtij fakti ne kemi mbrimi realizu me sukses planin e punës, kuadër të cilit hinë aktivitetet, konferencat, po ashtu hinë edhe veprimtaria botuse. Nuk kemi kushte të mjaftueshme ose kushte
adekuate për realizimin edhe të konferencave edhe të aktiviteteve tjera shkencore, po me gjithat ja kemi dalë që brenda një viti, për shembull vitin që shkojmë i organizu 13 aktivitete shkencore, që është një punë e mirë për një institucion kërkimor shkencor. Shpresojmë që ta zgjidhim çështjen e objektit, e cila është një sfidë që na përcjell që disa vite me radhë. Sfida tjera janë, për shembull, ka tema shumë ndihshme, sidomos lufta e fundit, publikimet për luftën e fundit, sidomos tash kur jemi në proces të gjykatës ndërkombëtare të Hagës, duhet kemi shumë kujdes, të jemi shumë të kujdesshëm dhe të vëmendshëm në ato çka e publikojmë. Po ashtu është sfiduese edhe lufta e fundit, sepse pa dashje ndodh që mos jepet hapësirë e mjaftueshme një ngjarje apo një heroj apo një dëshmori për cilën instituti mundohet vazhdimisht t'ju jep hapësirë të mjaftueshme, po ndodh që natyrën e punës ndoshta mos mundohemi që t'japim secilët atë hapësirën sa mjafton duke i trajtuar qoftë ngjarje të cilat para luftës kanë ndiku vitet 90-ta, sidomos 98, 99, si dhe ato të cilat kanë ndiku deri te pavarësia e Kosovës. Do me thonë, mundohemi secilës hapësirë mi dhonë, secilës ngjarje mi dhonë atë hapësirën e vetë, po tash sa ja kemi dalë shohim e presim vlerësimin edhe studiusve, po edhe të një rejti më të gjerë. Këtë vit në qershor instituti do të organizon një konferencë ku do t'i kushtohet herojve dhe dëshmorëve. Në fokus do t'jetë vitet 80-99, po mundohem që ta kem një gjithëpërfshirje, studius janë paraqit nga gjitha hapësirat shqiptare, edhe besoj që do t'jetë një konferencë e cila sa do pak do të kontriboj dhe do t'a jap një kontribut modest për kontributin e madh që kanë dhënë heroj dhe dëshmor për çështjen e Kosovës. Zonja Teut, sa është e rëndësishme interesimi i brezave të rinj për studimet historike dhe në këtë kontekst si mund të ndihmohet që të rritet interesimi i tyre? Po, shiqa, të rinjt, sidomos ata cilët studiojnë historinë, shoh që kanë interesim për botimet e institutit, vazhdimisht kemi kërkesa na përcjellen nëpër aktivitete, po megjithatë jashtë atyre të cilët nuk e kanë fokus të studimeve, nuk është që është shumë interesimi i madh. Prandaj me këtë rastin e bëj ftesë dhe thirrje gjithë të rinjëve, po dhe studentëve, dhe pse nuk janë studentë cilët e studiojnë historinë, të marrin pjesë në atë promovim i cili do të jetë i hapur dhe të shohin njihen për së afërmi me botimet e institutit, sepse është mirë dhe do të kontribonte mirë sidomos te gjeneratat e reja e rujtja e kujtesës historike, e cila do t'ju ndihmonte pak a shumë me pas një pasqyrë qartë për të kaluarën e popullit tonë, sepse siç e përmenda është një përfshirje prej antikës deri te shpallja e pavarësisë. Prandaj do ta kenë mundësinë që të njohin me ngjarje, me personalitete, të cilat kanë ndiku për historinë e Kosovës, po edhe për historinë tonë kombëtare në përgjithësi. Në këtë kontekst, tash na diskutu pak për disa nga projektet e reja, ju zonja Teut vetë na njoftuat, por më intereson çfarë projekte të reja priten në pjesën e vazhdim nga Instituti i Historisë Ali Hadri? Po në vazhdim Instituti i Historisë Ali Hadri mendon që të nxjerrë edhe 3 pjesë, 3 vellime tjera të historisë së Kosovës. Vellimi i parë më vesh ka dalë, e prezantu më herët. Po ashtu do të realizojmë planin e punë cilën e kemi miratuar. Aty përfshihen edhe aktivitete dhe konferenca tjera. Një konferencë e rëndësishme do të jetë shqiptarët në sytë të huajve, sheku 19-20, të huaj si e kam pa, e kam perceptu shqiptarët në përgjithësi. Po ashtu një konferencë do t'i kushtohet edhe roli dhe kontributit të Luiz Gurakuqit, po ashtu edhe një konferencë tjetër do t'i kushtohet ekonomisë Kosovë, me thonë është një periudhë gati një shekull që do të përfshihet zhvillimet, sfidat, po edhe rënimi deri te lufta e fundit në Kosovë, gjithë ato do të jenë pjesë
e asaj konference, po ashtu konferenca do të organizohen edhe në Tiranë me bashkëpunëtorët, institucionet me cilat ne kemi bashkëpunim atje, po do të organizohen edhe promovimi i botimeve tona edhe në Tiranë do t'i promovojnë, po dhe Instituti i Historisë botimet e veta do t'i promovojnë në Prishtinë. Gjithashtu jemi duke punuar që para konferencës për herojnë dhe dëshmorët e cilat do të mbahet në qershor, ta hapim një ekspozit, edhe ajo ekspozit do të ketë tematik vitet 80 deri në 99, po ashtu po punojmë edhe në projekte individuale, se cili studius ka projektet e veta, cilat ngode, cilat janë para pa hulumtime në arkiva jashtë vendit, po ashtu të shohim edhe fokusi institutit është edhe përditësimi bibliotekës institutit me tituj 3, cilat i përditësojmë duke marrë pjesë në panaire, duke i marrë botimet e fundit cilat ekspozohen, po ashtu përditësimi i botimeve bëhet edhe me këmbim të literaturës. Zakonisht Instituti i Historisë dërgon botimet e veta me ato institucionet cilat ka marrëveshje bashkëpunimi, po dhe ku ka kërkesa, natyrisht edhe institucionet me cilat ne kemi marrëveshje bashkëpunimi i sjellin botimet e veta, kështu që kemi mriqe me pasërua dhe biblioteken e institutit. Pra po mundohem me kriju kushte cilat i duhet një studiusi për me realizu planin e vetë të punës. Zonja Teuton, falenderoj për kohën dhe intervistin që dhe për shikuesit e RTK-s, të dëshiroj suksese dhe punë të mbarë në promovimin e së pari 24 vepra dhe pastaj gjitha projekteve tjera që keni gjatë vitit. Sigurisht do të jemi në kontakt edhe për zhvillimet e reja që do të ndodhin brenda Institutit të Historisë. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit, unë ju falenderoj edhe juve, po ashtu falenderoj edhe Radio Televizionin e Kosovës për që në vazhdimsi po i përcjell aktivitetet dhe botimet tona. Faleminderit edhe një herë. Ishte kënaqësi. Punimet restauruese në Teatrin Kombëtar të Kosovës po virojnë me ritëm të mirë, duke synuar ruajtjen e vlerave arkitekturore dhe historike të këtij institucioni qendror të artit skenik. Ndërhyrjet përfshin edhe modernizimin e hapësirave me qëllim përmirësimin e kushteve të punës për artistët dhe stafin teknik, si dhe rritjen e cilësisë së përvojës për publikun. Ky investim konsiderohet një hap i rëndësishëm drejt fuqizimit të infrastrukturës kulturore dhe zhvillimit të mëtejshëm të skenës teatrore në vend, shkruan në faqen e Ministrisë së Kulturës. Mbrëmje e veçantë koncertare pritet të mbahet më 17 prill në Prishtinë, ku Orkestra e Filharmonisë së Kosovës do të rikthehet para publikut me një program të pasur të muzikës klasike. Koncerti do të zhvillohet në sallën e kuqe të Pallatit të Rinisë, duke filluar nga ora 19:30 dhe do të drejtohet nga dirigjenti Premil Petrović. Në rolin e solistëve do të paraqiten pianistët Patrick O'Byrne dhe Artem Jasinski, të cilët do të interpretojnë vepra të njohura të repertorit klasik. Programi i mbrëmjes i përfshin Pasakalja nga Baki Ashari, koncert për 2 piano nga Francis Poulenc, si dhe Sinfonia nr. 7 nga Ludwig van Beethoven. Ky koncert pritet të sjellë një përvojë të veçantë artistike për të gjithë dashamirët e muzikës klasike, duke bashkuar në një mbrëmje të vetme interpretimin cilësor dhe repertorin e pasur muzikor. Ministria e Kulturës ka shpallur konkurs për vendet e lira pune në Filharmoninë e Kosovës, duke hapur mundësi për disa pozita instrumentistësh. Pozitat e shpallura përfshin violinist 2 vende, violist 1 vend, violoncelist 1 vend, kontrabandist 1 vend, si dhe 1 vend për violoncelist udhëheqës. Procesi i aplikimit bëhet përmes formularit në webfaqen e Ministrisë, ndërsa dokumentet dorëzohen fizikisht në zyrat përkatëse në Prishtinë. Kandidatët do të njoftohen për datat e audicioneve individualisht dhe përmes njoftimeve publike pas përfundimit të afatit të aplikimit. European Festival Association ka vënë në pa figurën e kompozitorit dhe dirigjentit kosovar Rafet Rudi në rubrikën Friday Reads, duke e cilësuar atë si një nga emrat më të rëndësishëm të jetës muzikore në Kosovë dhe themelues i festivalit Re Muzika Festival. Në analizën e tij të publikuar në revistën digjitale Eye to Eye, Rudi trajton lidhjet komplekse ndërmjet muzikës, jetës shoqërore dhe politikës. Sipas tij, kjo lidhje nuk është gjithmonë e dukshme, por bëhet veçanërisht e fortë në kohë krizash, kur ndërvarësia mes tyre thellohet. Ai thekson se në regjime autoritare apo periudha të vështira, muzika njëkohësisht përballet me kufizime dhe zhvillohet në mënyra të reja.
Artistët shpesh gjenden përballë zgjedhjeve të vështira, të mbështesin regjimin për të ruajtur privilegjit apo të rezistojnë për të mbrojtur integritetin artistik. Një situatë e tillë sipas tij ka ndodhur edhe gjatë regjimeve komuniste, duke ndikuar në lindjen e zhanreve si blues. Artisti vizuale Koran Sokoli hape ekspozitën e tij personale dëshmitare të pikseluar më 17 prill në orën 19 në Ulpiana Art Center. Ekspozita do të qëndrojë hapur për publikun për 14 ditë. Kjo ekspozitë trajton kufirin mes abstraksioni gjeometrik dhe kontekstit historik, duke u nisur nga përvoja personale e artistit gjatë punës së tij si gazetar. Imazhet e dëshmitarëve të mbrojtur në gjykatën speciale në Hag, të paraqitura të pikseluara, kanë shërbyer si piknisje për një reflektim të thellë artistik dhe emocional. Nëpërmjet një qasje që ndërthur estetikën e shkollës Bauhaus dhe ndikimet nga artistë si Paul Klee dhe Johannes Itten, Sokoli krijon kompozime ku forma gjeometrike shndrohen në barce të kujtesës dhe narrativës historike. Përmes kësaj ekspozite, artisti ngre pyetje mbi raportin mes artit abstrakt dhe realitetit, duke sfiduar idenë e artit jo objektiv të përfaqësuar nga Kazimir Malević. Ai thekson se në një kontekst si ai i Kosovës, abstraksioni nuk mund të jetë i shkëputur nga përvoja historike dhe kolektive. Dëshmitarët e pikseluar vjen si një reflektim artistik mbi kujtesën, identitetin dhe mënyrën se si arti mund të shërbejë si formë dokumentimi dhe interpretimi i realitetit shoqëror. Mediumi ndërkombëtar Daily News Hungary i ka kushtuar vëmendje ekspozitës personale të artistit kosovar Jakub Feri, titulluar Rub a Dub Dub, e cila po mbahet në Budapest. Ekspozita paraqet një përzgjedhje të veprave të Ferit, i njohur për stilin e tij unik dhe qasjen eksperimentale në artin bashkëkohor. Përmes kësaj ekspozite, artisti sjell një univers vizual të veçantë, duke ndërthurur elemente të imagjinatës simbolikës dhe narrativave personale. Ekspozita Rub a Dub Dub do të qëndrojë hapur për publikun deri më 30 maj, duke u ofruar vizitorëve mundësinë të njihen më nga afër me krijimtarinë e njërit prej emrave më të veçantë të artit bashkëkohor nga Kosova. Mitrovica mirëpret edicionin e 2 të koncertit mbrëmje me muzikës klasike në Mitrovic më 15 prill, një ngjarje që synon të promovojë dhe fuqizojë skenën artistike vendore. Ky koncert do të mbledhë dashamirës të muzikës klasike dhe artistë të talentuar, duke krijuar një atmosferë të veçantë kulturore në qytet. Një nga momentet kulmore të mbrëmjes do të jetë performanca e fitueses së çmimit Grand Prix nga Mitrovica Classical Competition 2026, Cibora Resyle, e cila do të ngjitet në skenë për të dëshmuar talentin dhe për kushtimin e saj artistik. Organizatorët theksojnë rëndësinë e këtij aktiviteti për promovimin e muzikës klasike, duke kontribuar në përkrahjen e vlerave artistike në nivel kombëtar. Për të mos humbur asgjë nga lajmet, më të fundit na ndiqni dhe na përqeni edhe në rrjetet sociale, aty ku informacioni vjen shpejt dhe sakt. Mos harroni jemi gjithmonë live në rtlive.com. Të nderuar shikues, ne këtu e përfundojmë magazinë Art Kultur. Ju faleminderit që na ndoqët, mirupafshim në ditët në vazhdim.